Përshëndetje mirë të dashur të Kosova Infos, kudo që jeni dhe kudo që na shihni. Sot jemi në një vend ma special, në një ordinancë private këtu në Fushë Kosovë, te klinika radiologjike Berisha. Tu pranë vetes kam një doktor, specialist radiologjist, Ibrahim Berisha. Mirë se na erdhe doktor, faleminderit që pranove me kam pjesë e emisionit tonë. Faleminderit e juve, ju përshëndes paraprakisht, me kënaqësi më të madhe jam pjesë e këtij emisioni. Unë quhem Ibrahim Berisha, me profesion jam mjek, specializimi radiolog. Karrierën time në mjekësi kam filluar në vitin 87 në fillimisht Institutin e Mjekësisë Punës në Obilic, ku edhe kam punuar deri në pension. Një pjesë të jetës edhe të kontributit kam dhënë në qendrën e mjekësisë familjare në Obilic, dikon në rreth 12 vite, me një orar të shkurtuar, për arsye se kuadri i radiologjisë ka qenë deficit, dhe sot deficit është në krejt Kosovën, kështu që për me ndihmu popullatën, edhe pse ka qenë me kontingent, kam planuar të punoj edhe atje të kontribuoj në mirëqenien edhe gjënësisë diagnostikimit në popullatës. Duke i parë thonat e kohës, me qenë se lufta neve në gjetit, praktikisht pas lufta në gjetit të shkatruar, dhe duke pas parasysh që kisha edhe 5 antarë të familjes, që duhet të shkollohesh, domethënë 5.000, nevoja e gjendjes materiale imponohej çdo ditë. Për arsye se me një rrugë të mjekut ka qenë problem, ka qenë problematike me shkollu fëmijë. Fillimisht ne e mojmë mend në vitet e pas luftës ka qenë rruga rreth 80 mark, më pastaj ka qenë 120 euro, 240 euro ka qenë fillimisht në vitet 2007-2008 rruga e një specialisti. Dhe 7 antarë të familjes e 5.000 për me shkollu ka qenë problematike në ato kushte materiale. Prandaj imponohej nevoja të gjindemi disi dhe në vitin 2006, pas që kam kryer specializimin pas luftës, 10 vite, do më vej vite 90 dhe vite 99, 2000 nuk kemi pas mundësi të kryer specializimin. Në atë kohë kemi punuar si mjek të praktikës përgjithshme. Për arsye se kur ishte në regjimi i masës të rëndësishme, të gjitha kuadrat që ishim shqiptar na e mohojnë të drejtën të avancuar në profilin tonë. Dhe pas përfundimit të luftës, në vitin 2000 kam regjistruar specializimin në radiologji, me qenë se ishte kuadër deficitar në Institutin e Mjekësisë Punës, ku punoja, dhe ishte nevoja të kem një radiolog aty. Dhe specializimin kam përfunduar vitin 2004. Më ndërlidha të të gjangë materiale, në 2006 më imponove rrethonat e kohës, edhe kisha mundësi që të filloj edhe në aspektin privat një biznesin e radiologjisë, për arsye se mundësia për me shkollu 5 antarët e familjes ishte vogël me një rrugë. Dhe fillimisht ishte vështirësi normal, mirë po duke falendëruar rrethonat të kohës ku ishte mundësia hyrje në për kredi. Me kredit e para, fillova dhe hapa ordinancën e parë të radiologjisë vitin 2005-2006 këtu në Fushë Kosovë. Dhe që nga atëherë deri me sot tash jemi avancu. Fillimisht isha me një punëtor teknik me kolegë aty dhe tash me avancimin e rrethonave kohës, me punën e palëshme deri në 12 orë në dite kemi arritë që të kemi edhe 2 klinika këtu, 2 deg, ku i kemi edhe 8 punëtorë tjerë, gjithsesi bashkë me Janin edhe 10 punëtorë kretë. Është kënaqësi që mjekësia përpas anës profesionale, anës materiale, e ka mundësinë edhe me kontribuar në anën humane që neve na vën të mundën në profesion të mjek. Po, këtu desha më lidh, te e ki edhe një humanizëm që e bën shumë të madhe, edhe të falenderoj
nëmën timin dhe nëmën të gjithë kategorisë tonë që gjithë shërbimet këtu kryen për persona me nevojë të veçanta pa fore. Është e vështirë kjo. Faleminderit për këtë konstatim. T'jo them të drejtën, me qenë se vim nga një mes ku kemi të pas një gjendje materiale jo të famshme. Dhe jemi rritë në skamje. Gjithmonë prioritet gjatë operacionit tim e kom pas për pas kontributit për vetë me kontribu dhe në aspektin humanitar. Ashtu dhe kam një përvojë që gjatë jetës jam praktikisht kam lind dhe jam rritë me të ndjerin tani më Agim Vatosit, se ne kam pas gjatë dajës, me cilin jemi mocanika, praktikisht kemi qenë mocanika, edhe ndjenin handicapit tina një jetë e kom përjetu gjithmonë emocionalisht. Dhe ky ka qenë një motiv që sa do pak me mundësit e mija të kontribojnë këtë aspekt. Mund të them me përgjithësit plot që nga viti 2006 deri më sot, një prej dëshmitarë është e zotri Agim Vaziti këtu, në ordonancë dim edhe pse me është ordonancë private, asë një person me aftit kufizuar, gjithësisht me anomali kongenitale të lindura, nuk ka bo shërmime pakes. Mirë për gjitha ka qenë gratis. Ishte pyetja është vështërsi. Nuk është vështërsi kur e ki zemrën e madhe. Për arsye se normal, njerëz mendojnë që këto gjona dhe kryen letë dhe përmenet madhe, po normal se harxhohen filmat, harxhohen aparaturat, harxhohen shumë harxhime tjera kam në këtë aspekt, mirë po ato që na zën kompenzim me një ndihmës në këto raste me nëmin veçantë. Po ashtu mund ta them ndërgjegjës pastër, publikisht, për çka dhe ekzistuan dëshmitarë të gjallë. Që dhe pjesë e njerëzve që kanë mundësi të kufizuar me kancer nuk paguajnë shpëtim. Një pjesë që kanë gjendje materiale normal që po, për pas njerëz me aftësi të kufizuar me anomali kongenitale, edhe një pjesë me kancer nuk paguajnë. Unë jam nisë për një moto se e kam përjetuar vetë skamin, që çdo gjë nuk është parja në këtë botë. Fatkeqësisht një pjesë e madhe e kolegëve ose e njerëzve të shoqërisë tonë, prioriteti është paraja. E them publikisht para gjitha media, gjithmonë në çdo tobim, që dy elemente themelore të një person, të një familje, më të mëdha, më të vlefshme se parët janë gjendja shëndetësore edhe stabiliteti ose rahatllëki në familje. Parja tjetër e dorës tretë të katërt. Po do unë jam i lumtur që kam mundësi deri diku të kontribuoj në këtë aspekt. Jam shumë mirë njohës që Agim Vaziti dhe shoqësi e Agimi dalën të lumtur nga kjo ordonancë. Kjo është pasunia ime. Kjo është një traditë që edhe të pasardhët e mia të fëmijët e kam implementuar dhe janë të zbatuar. Faleminderit shumë. Çfarë mendon ti, a duhet me pas shumë brahima? Unë mendoj që duhet me pas atë sa është nevojë që do të pas. Shumë është e pamundur. Është një fjalë latine, si të shumë përkujtove, homo hominis lupus est, njeriu për njeriu është ujk. Fatkeqësisht kjo me historikisht të trashëgu ja deri në kohën e sotshme. Kjo është me qenë shumë e arsyeshme, shumë e mirë pritur të kemi, por fatkeqësisht jeta që asaj. Jo të gjithë njëjtë, dhe njerëzit njëjtë. Filologjistat e dorës nuk janë njëjtë. Kështu me qenë shumë të lumtur, dhe unë edhe atje shumë njerëz që mi pasur. Faleminderit për komplimentin, unë mendoj kështu. Të të dëkë se është edhe djali punon në të. A ka vazhduaj trashëgimin tonë. Faleminderit për pyetjen. Paraprakisht, krenaria e pasunia më e madhe e imja janë 5 fëmijë me përgatitje akademike. Që ke mundësi e punës private, që potenciala më herët, që është imponu, ma ka mundësu që të shkolloj të gjithë fëmijët. Vajza e madhe
i ka dy fakultetet krym. Ka fakultetin kriminalistikës dhe juridikun. Dhe vajza e dytë e ka fakultetin ekonomik, bën ka finanza. Dhe vajza e tretë e ka të kryen fakultetin juridik dhe jurisprudencën, anën mundësisë me kena avokati gjykatës. Dërsa të dy djemët, Relindi, që është menaxher i dy klinikëve, ka të kryen fakultetin ekonomik, menaxhment informatik dhe shkollën me smitmjekësi dhe fakultetin bachelor të radiologjisë, dhe menaxher me dy klinikat këtu. Ndërsa djali tjetër është stomatolog Besimi, që dhe ka përfundu studimet në Tetov, dhe fatkeqësisht 4 vite e gjysë ka prit për punë dhe endës s'ja ka mundësi kjo shoqëri, s'ja ka mundësu edhe pse i këti rete me hinë punë. Të aspekti më manë, unë me krionijë e thunë edhe të tjerët, që të dy djemët e mi i kanë vazhdu një tradit humane që ndinë shpirt të ndihmojnë të hendikepëmarët, të varfrit, edhe kjo është një pasuni që është të rëshikun në familje. E shoh që prioritet nuk e kanë interesin material, po interesin human. Edhe unë kam knatësi në shumë komente, në shumë mese, ku takoj me shumë njerëz që e dhonë të komplimente. Një për dëshmitarin edhe ju, si keni pas kontakte me rinit. Unë e më konë në klinikën në nartë atje. Në krish shërbime. Po konë aja pjerësina, po konë që palohet. Pse u hjeka ja? Faleminderit për një pyetje vërtet shumë interesante dhe nuk i ka pengu kërkuja. Që publikisht këtu du me dhanë një përgjigje. Në klinikën Lozën Dardania është pozita e klinikës e cila imponon të kemi edhe ndihmëse, do të thonë shkallë ndihmëse për cilat personën me atësi kufizurën mund me hi me mjetet e tyre. Dhe stafi komunal, ishtë stafi komunal, do më thonë, që tani më ka shku edhe ka meritu ata me shku, pa të qitë një ornej që të ato ndërtime ose ato anekse që në për rrugë të sheshit Dardania të rënohen të gjitha. Që absolut nuk është element i imi më ankesh. Mirë po të vinë dhe në inspektoratit, të vinë dhe në një situatë ku të rënoj edhe rrugën ndihmëse gjëgjesh urën e cila është obligative me ligjet e Ministrisë Shëndetësisë që të kënë anekset për njës të në ke punë. Edhe me vedijet të plot, me erzuar duke vankuna që nuk e në drejt, edhe nuk ka qenë shkele ligjore, mirë po obligative, qatë që njërës të dishëm, të inspekcioni, edhe sot e adit, tash me kjo zgjidhja komunale e re, presëm me posit të mirë kuptime, sa që jo kanë cenu drejtën e njeriut pacientët me handicap të kënë qasë në klinikën të. Deri në qatë situatë ka ardhë, dhe dhjetë publikisht të, stafi i Burim Berishës, me inspektoratin e vetë që ka pasë, të dishëm në thojza, e ka rënu në klinikën të unë, për shkak të ndoshta dhe gjelozisë, ose nuk e di pse, po e ka rënu edhe rrugën ndihmëse aty që është obligative, edhe cila nuk ka qenë shkele ligjore. Se unë i kuptoj, ashkush mbi ligjin. Dhe që e ke pasë rastën e ati mos të kenë shasja dhe shumë të tjere, shumë fëmijë që pinë me karroca. Farnes për këtë pyetje, po këllë të jetë ndërgjëtësim, për gjithë inspekcionet dhe për gjithë profesionistat qysh nuk do të me punu marrë mirë. Edhe të jetë vrejtje publike që mos kemë kësi rastin, kësi shkelit drejtat njerëjut. Se absolutikisht në mund më konsideru edhe mund vjeket se kemi mujtë me procedurat gjithësore këtë gjame të shumë tytje, po atash me ndrimin e këtyre qeverive komunale shpresojmë të gjanët të regulore. Doktor, çfarë shërbime që i kryjnë ordinanca juaj pasi që e cekë që jeni zgjeruar?
Faleminderit për pyetjen. Fillimisht ne jemi marrë me ekzaminime radiologjike, domethënë radiologjinë konvencionale dhe ekzaminimet radiologjike të sistemit stomatologjik. Me pastaj me kohën, me zërimin në kohë, në të dy klinikat, në Lozën Dardania, i kryjmë edhe shërbimet pediatrike, e kemi edhe pediatrin, dhe i kryjmë edhe shërbimet me mamografi, kemi aparatën e mamografisë modern, vertebrogramin, ortopanën 3-dimensional, 2-dimensional, cefalometrin, të gjitha këto domon nga radiologjia konvencionale ekzaminime. Po ashtu në klinikën tjetër këtu ku jemi në Brese, kemi edhe shërbimin të ortopedike dhe pulmologjinë. Njëkohësisht kemi edhe shërbimin rentgenit konvencional me ortopan. Stafi jonë, domethënë jemi zënutësh, bashkë me mua, domethënë jemi diku në rreth 10 punëtor. Sa pacient vinë? Rrova të ceke, kemi edhe ultrazonin aty në atë klinikën Dardania. Kemi një mesatare të pacientëve, varieron. Kryesisht domethënë ne kemi punë në aspektin sezonal, kemi ekzaminime më tepër me trakt respirator për shkak të virusave të ndryshme gjatë sezonit vjesht dimër, po ashtu edhe në aspektin ortopedik për shkak të lëndimeve, fraktura këto ortopedia. Po ashtu edhe pediatria, sezona më tepër e ngarkuar është vjesht dimër. Ndërsa në aspektin e stomatologjisë në mes tonë më tepër kemi punë aspekt verës, ku mërgëmtarët tonë zakonisht vinë këto dhe rregullojnë dhëmbët dhe kemi ekzaminime pak më shumë. Po edhe kontrolla rutinore vonë që është besimi profesional në klinikat tona dhe mendoj që jemi shumë të kënaqur me shërbimin që ofrojmë. Kënaqësia më e madhe ime dhe kolegëve është që pacienti kur del nga këtu e nin atë parkran profesionale, dhe është i lumtur me trajtimin, edhe nuk e shes që këtu se kemi prioritet aspektin material, po e kemi aspektin profesional. Unë arrova ta cekë edhe diçka në fillim. Diku 90% kolegëve të kësaj rrethine kur kryjnë shërbime këtu i kanë gratis. E përmendën se Disa shërbime, po. shumë gjëra kryen gratis. Qysh ndihesh ti kur të shkon në shtëpi e ta hjek mantillën? Një pyetje pak interesante dhe atraktive. Në disa shërbime që kryen gratis, është pjesë përbërëse jetës tonë, e kulturës që kemi kultivuar në familje. Është shumë interesante shoh edhe te fëmijët aty. Më të lumtur jemi të jem shërbim, të bëjmë mirë dikujt se të jekum. Është diçka e lindur, kjo është gjenetike. Po në rretën e kompadët të fëmijët që është trashëgu. Kënaqësia e madhe është kur njeriu shkon familje dhe e ka rahatllokun familje dhe shkon i lumtur që e ka bënë shërbim. Shkon i lumtur që e ka bënë një ndihmësa do të thotë këtë aspekt. Unë nuk rastisht shumë herë, që në mesit caktuar gjatë takime ndryshme, ku jem ndarës në ceremoni martore, në të pamë, në takime, në institucione ndryshme, kur një komplimenta, për shembull final herë kam thënë në te, ka ndihmu djalla i tjetër e kolega, ju doktorët, se mira nuk harrohet. Është një vërtetë e pakontestueshme në këtë jetë. Veprat e mira kur nuk harrohen. Mund të vënohen, po kur nuk harrohen. I lumi ai që ka vepra të mira në këtë botë. Edhe mos mendon askush në këtë botë që edhe veprat e këqija nuk e ka llogarin. Herë kur do çdo vepër e jap llogarin, gjendot pas gjendot. Për mua si person, si profesionist, pasionia e madhe është ai që ka vepra të mira. Dak, cili do të jetë mesazhi juaj për fund? Unë pak e kisha vonë një retrospektivë të jetës time deri më sot. Unë në vitet 78-85 kam qenë sportist aktiv. Unë basketbolist, kam luajtë basketbol 2 vjet në ligë parë, atëherë krajnore, ndërsa 5 vjet në Super League.
Po ashtu, nga vitin 95 deri në vitin 2011-16 kam qenë nënkretar i Federatës Kickboxit të Kosovës dhe kam marrë pjesë në 2 kampionate botërore. Njëkohësisht në atë kohë kam qenë kryetar i klubit të Rinia Grabovsit, Fushë Kosovës dhe të Obilicit Zesisht Kastriotit, domethënë 3 klube. Që ka qenë një përvojë e jetës, është edhe kontributin në aspektin sportiv. Por ashtu, në vitin 2007, në 2 mandate kam qenë deputet të Kuvendit Komunal të Fushë Kosovës, nga subjekti politik PDK, dhe 13 vite kam qenë nënkretar i degës dhe formuesit të PDK-s. Subjekti politik që i kam taku, ka qenë borim në koha e luftës ku kam përjetu luftën së bashku me familje dhe me rrethë ku kam jetu. Dhe jemi përpjekë aty dhe jam kontribut dhe jam veterani e OÇK-s nga batalioni i mjekësisë së shtabit përgjithshëm. Këtë rekapitullim për e baj, që është një konglomerat e përvojave të jetës, ku kam shumë mirë njohje. Me këtë përmoshat një edhe me mirë njohje në kontribut, është një element që në kulturën time ma ka imponu që mbi gjitha ta kem parasysh njeriu. Jo këto sferat e tjera të jetës. Dhe kjo përvoj gjatë jetës në mendjen time, po dhe të familja ime, është një lloj, është një moto që mi do ndihmë njerëzve në nevojë, ata që vjen më ata që kanë nevojë për kujdesin njeriut. Edhe mesazhi im është që ndihmoni njerëz që kanë nevojë, qoftë i kolegëve të mi, qoftë edhe i struktura, sepse vetëm ai që është në nevojë, vetëm ai që është i në konfum, mund e kupton këtë rëndësinë se çka është e arsyeshme të ndihmuar njerëz të nevojë. Jo ata njerëz që kthyen për një pozitë tjetër. Prandaj të kontribuosh për njerëz në nevojë, mendoj është pasuri personale, shpirtërore, njerëzore, humane, familjare, institucionale. Se mbi gjitha, njeriu do të respektojë njeriu. Jo çdo gjë është paraja me ndërgjegjit plot të thëmë këtë dia. Edhe pse shumica e njerëzve ndonë mos paras. Faleminderit doktor për pritjen, faleminderit që pranove me konë pjesë e emisionit tonë. Jo të njëjtë për të gjithë të barabartë. Shpresoj që të jemi në kontakt. E në fund të përshëndes djalin tënë, shokun tëmë të mirë, rilindin. Juroj suksese, gjithë mirat në jetë. Faleminderit shumë, ka qenë edhe kënaqësia jonë që sa do pak të bashkëbisedojmë, të jem shërbimi i juaj. Faleminderit për respektin nga ana juaj. Faleminderit për përshëndetjen për rinimin që momentanisht është kryetar të komunës, në pozitë të re që shoqëria ka vlerësuar që duhet të jetë atje. Edhe inshallah gjithmonë me shihim për të mirë dhe për gëzime. Ju uroj shëndet, lumturi, në jetë, në familje edhe me kolegët e mi.